Kanali kullues që shtrihet nga fshati Trush deri te ura e Xholulit është duke u përballur sërish me ndotje nga mbetje të ndryshme, kryesisht plastike. Në shumë segmente të tij vërehen qese, shishe dhe materiale të tjera të hedhura, ndërsa mbetet e paqartë nëse këto mbetje janë depozituar nga banorët e zonës apo janë sjellë nga rrjedha e ujit. Vetëm pak muaj më parë Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Bordin e Kullimit ndërmori një aksion të gjerë pastrimin e këtë kanal, duke larguar mbetjet e grumbulluara dhe duke rikthyer funksionalitetin e tij. Kanali me një gjatësi prej rreth 11 kilometrash përshkon një pjesë të konsiderueshme të fushës së Nën Shkodrës dhe luan një rol të rëndësishëm në sistemin e kullimit. Pak muaj më parë, Bordi i Kullimit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër ndërhyri për pastrimin e kanalit kullues nga fshati Trush deri tek ura e Xholulit, i cili në fakt përshkon një pjesë të madhe të tokave bujqësore në zonën e Nën Shkodrës. Mirë po, pak muaj më pas, ky kanal është ndotur nga mbetje të ndryshme të cilat në fakt nuk dihet se si kanë përfunduar këtu, duke ndikuar negativisht në rrjedhën normale të ujërave nga tokat bujqësore. Rëndësia e këtij kanali lidhet drejt për drejt me parandalimin e përmbytjeve dhe mbrojtjen e tokave bujqësore të zonës. Grumbullimi i mbetjeve në të mund të pengojë rrjedhën normale të ujit, duke rritur rrezikun e bllokimeve dhe problemeve gjatë periudhave me reshje të dendura. Banorët dhe fermerët kërkojnë më shumë ndërgjegjësim për ruajtjen e mjedisit, si dhe monitorim të vazhdueshëm të kanalit, në mënyrë që investimet dhe puna kryer për pastrimin e tij të mos dëmtohen nga ndotja e përsëritur. Autoritetet pritet të verifikojnë burimin e mbetjeve dhe të marrin masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e këtij fenomeni.